LDK-s në Gjilan, nderuar kryetar të ndegve, nderuar musafir, familje dëshmorëve, zoti kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, kryeministër i Republikës Vendit, zoti Agim Veliu, kryetari kryesisht kryetari i Podijevës, ministra, deputet, mirë se keni ardhur në vendin 8 punus të LDK-s në Gjilan. Atëherë, për kryesit punës, propozoj, përveç kryetari ose pas statutit të udhëheqjes së seancës, propozoj kryetarin e forumit gruas dhe kryesuesin e asamblesë komunale zonën Valentina Bunjoku, kryetarin e forumit rinis, zonën Elina Ahmeti, kryetare komunale, sekretarin e degës, zotin Albert Mehmeti. Dhe lus kuvendin që të propozon edhe një antar nga ratë e saj. Kush ka propozim për kryesit punës, lutem secili që propozon, po tregon edhe emrin dhe mbiemrin dhe cilësinë e tij para se të bëjë propozime. Ndi propozim për kryesit punës nga ratë e delegatë. Rashiti ka propozim. Urna? Rashid Saidi, delegat nga Malisheva. Unë e propozoj Abdel Aliu. Faleminderit. Rashid Saidi propozon Abdel Aliu, shqiptar komunal dhe kryetari i grupit të shqiptarëve. Lejoni që të qes në votim për këtë kryesit punës. A kemi kundër? A kemi abstenime? Nuk ka. Konstatoj që kuvendi i degës me unanimisht zgjedh kryesin e punës. Dy proces mbajtës, Bardhyl Kadriu, delegatin e degës 8, sekretar teknik në degë, dhe zonja Nezade Agushi, kryetare e forumit të gruas. A jenë? Faleminderit, kundër, nuk kemi abstenim, nuk kemi konstatoj, edhe los, dy delegatë morin vendet e tyre në tavolim. Përshëndetje për gjithë të pranishmit. Pra nga 101 delegat jam prezent 98 delegat, pra kuvendi mund të zhvilloj punimet. Falenderën e punës. Falenderit. Zonja Zotri, ndjeni që taftoj kryetarin e LDK-s për fjalën përshëndetje para këtij kuvendi. Urdhëron zoti kryetar. Nderuar kryetari i degës, dhe kryetari i komunës së Gjilanit, nderuar kryesi, nderuar delegat, musafir. Dëshiroj t'ju përshëndes gjithëve sot, t'ju uroj suksese, sepse për neve kuvendet e tilla janë tepër të rëndësishme. Këto kuvende ne i rikonfirmojmë përcaktimin tonë për programin edhe politikat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, përcaktimin tonë që të punojmë bashkarisht edhe të fitojmë edhe në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje qendrore. Tregojmë po ashtu përcaktimin që të përfshijmë sa më shumë njerëz, 3 gra burra në radhët e LDK-s, edhe strukturat e LDK-s. Ne kemi biseduar edhe me kryetarin e degës, me zotin Aziri, lidhur me proceset cilat janë zhvilluar këtu në zgjedhjet në 9 degë. Do të vlerësimi i përgjithshëm se ka pas një proces demokratik, një tolerancë të madhe në procesin zgjedhor, një kulturë të veçantë që ju keni treguar këtu. Edhe kjo më së miri flet që edhe ky kuvend do të ketë
një karakter dhe një sukses të tillë. Ne po ju parafrohemi në Kosovë për fundimit të zgjedhjeve LDK, praktikisht me ditën e diel ne përfundojmë procesin zgjedhor tërësisht në nivel të degëve dhe pasojmë edhe Kuvendi i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një proces i cili është shumë i rëndësishëm për ne, një proces i konsolidimit, i rikonfirmimit të vlerave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju këtu keni një përgjegjësi të veçantë, sepse keni fituar fuqishëm komunën dhe zgjedhjet në nivel lokal. Në nivel qendror po ashtu kemi një përgjegjësi të veçantë sepse kemi marrë përgjegjësinë e qeverisë së vendit dhe kjo përgjegjësi do të shtrihet në tërë territorin e Republikës Kosovës në pikpamje të projekteve, programeve dhe zhvillimit ekonomik dhe social që duhet ta bëjmë së bashku. Prandaj në frymën e asaj çfarë është treguar deri më sot në LDK, në frymën e zhvillimit të matutjeshëm të marrëdhënieve demokratike dhe procesit demokratik, unë uroj sot një kuvend suksesshëm, uroj fitoren e kandidatët për kryetarët e LDK-s dhe uroj po ashtu kandidatët cilët do të jenë për kryesi dhe për delegat kuvendit të përgjithshëm që ata të zgjidhen dhe po ashtu të bartin gjithmonë të ardhmen frymën dhe ambientin e LDK-s gatë. Faleminderit, urime dhe suksese. Uroj kryeministrin e Kosovës që e mori këtë detyrë në situatën e caktuar dhe kërkoj që këtë detyrë ta ushtrojmë bashkërisht me përkushtim për të mirën e popullit tonë. Jam i lumtur unë dhe gjenerata ime që i takojmë periudhës kur ka jetu dhe ka vepru presidenti Ibrahim Rugova. Urime. Eftojnë komisioni kandidues, këtë rast, kryetarin e komisionit kandidues, zotin Agim Salijo, që të paraqes kandidaturën në emrin të kryesisë degës për kryetar të degës së LDK-s Gjilan. Në emër të komisionit kandidues, i cili bazuar në statutën e LDK-s dhe në rregullorën e punës të cilit besoj që sapo e keni miratuar, të vetmën kandidaturë aktualisht si komision paraprakisht që e kemi për kryetar të degës e LDK-s është kandidatura e kryetarit aktual të LDK-s, zotri Lutfi Hazirit. Nga kjo çështje mujna me konstatu të mënë që nuk ka propozime për kundër kandidat për kryetar degës të LDK-s, andaj juftoj, për shkak se nuk kemi kundër kandidat, unë juftoj për një votim formal, të mund edhe ta thjesmi drejt i kandidat. Nga ky moment, kryetari i zgjedhur i degës LDK-s, o zoti Lutfi Haziri, cilën e ftoi për një fjalë ose ta sekretar i ri. Besem. Unë e di që ato që unë e kom po, më ka thënë kryetar dha pesit mojnë menje kryetarin e LDK-s. I thash nuk është e vërtet se unë jam mandatin e 2 tash të morë sekretarin e LDK-s. Dhe kam qenë një seancë jashtëzakonshme, një koment jashtëzakonshëm për një vjet e gjys, i zgjedhur kryetar me menaxhu LDK. Duke e morë mandatin e 2 të LDK-s me ju, besoj shumë që ne kemi 3 detyra të mëdha me realizu. Nga sot e tutje. Para,
Ne e pa që kemi implementu reforme strukturore, pa një puna shumë të madhe të liderit tonë, i cili e ka morë këtë detyrë para 3 vjetëve, 4 vjetëve. Reformën programore, strukturore dhe tash do të më po gati për reformën kadrovike. Duhet me hapë, më pregadit me hapë rrugë për gjenerata, për njerëz, për autoritete që në mandatin e arshëm janë zot, konkurent dhe dalin fitus. Nuk po them që kjo kuvend e ka detyrë sot me kry, kjo kuvend e ka për detyrë me rujt unitetin edhe me rrit rezultatin zgjedhor të LDK-s në Gjilan. E para me rujt si të shajt, e mandem në zhërnu kemi detyrë në mënyrë që në pregadit. E dyta është me zhvillu komunën duke zbatu programin e LDK-s në Gjilan. Është detyrë e rondë, është detyrë e mundimshme, është detyrë e cila na ballafaqon me njerëz, me qytetarë, këtë që jemi, por ne jemi përkushtu dhe kemi çu deri në fund. Gjilani nuk e ka pas një vit humbun, Gjilani ka pas 6 vite të humbuna. 6 vite të humbuna ku i vetmi kujdestar në opozit ka qenë LDK-ja. Ne kemi rujt Gjilanin për atë sa kemi pas mundësi. Dhe kemi dëshmu mas 6 vjet me rikthimin ton, me kërkesë qytetare që ta mori mandatin e qytetarëve me punu. Dhe duke pas parasysh që komuna cila ka impakt në reformën e pushtetit lokal dhe në decentralizim, ne presim me padurim rishikimin e kufive komunal Gjilanit dhe themelimin e komunës së Gjegrës. Sepse ne nuk mund me asgjë, përkundrazi ne fitojmë duke nda obligimet dhe duke ligji duke na njoftë organizimin. Gjilani ka me gjithmonë i madh, jo për kanë territori, por për kanë njerëz të saj. Me këtë rast, pa asnjë më dyshim, jo ne që t'i dalloj njerëzit që neve na kanë bërë, përveç veprimtarëve, aktivitetit dhe angazhimit të njerëz që neve na kanë bërë gjithmonë krenare, të angazhuar, të punuar, edhe pse s'kan jetuar në Kosovë. Sot me ne këtu është Isa Maliqi, prej veprimtari i LDK-s Zvicër, Ilir Mustafa, po ashtu Ismet Murtezi dhe shumë njerëz tjerë që janë në penzion, pasi nga ne, bashkë me ata tjerë që kjo. Janë njerëz që kanë punuar për LDK-n, kanë punuar për çarshën shumë jashtë, nuk nda kur prej neve dhe na kanë nderuar me angazhim pa përpara interesi. Detyrë tjetër është qeveria jonë, qeverisja e mirë e LDK-s me konfirmu në të ardhmen që LDK-ja me qenë partije cila pa lak në fët o dhe qeverinë. Sepse ne kemi arrit rezultatin me këtym fitore përkundër që duhet me debatu. Po ky proces është zgjedhor, ky kuvend ka mundësi sa herë që delegat kanë me lyp me debatu për çka do që ka nevojë. Sot i na mbledh vetëm me bo proces zgjedhor, sepse reforma LDK e ndan tash procesin zgjedhor për debateve edhe për seancave të punës. Konventa kena me thirr, kena me diskutu, kena me harmonizu. Një qeverisje e cila nuk e ka lakën në fët, po ato nuk e determinon askush tjetër pos vota. Nëse ne çomi punojmë krejt strukturat e LDK-s në Gjilan, krejt partnerët e tonë, burra e gra, dhe në termin rezultatin kapital, ne qeverismi pa lakë në fët edhe atëherë s'kemi nevojë kur me thonë kur gjokë. Këta e shohmi në hapin tjetër që besoj shumë, që duke qenë LDK në Gjilan e fortë dhe në regionin tonë, na rrezatojmë hartën e LDK-s e kemi zgjeru këto 4 vjet me mundje shumë të madhe dhe me këtë rast po ashtu falenderoj shumë sepse ka qenë harta e Namoravës politikisht ka qenë e kuqe. Historikisht kur s'ka qenë e kuqe. Ne mas 6 vjet e kemi kty ngjyrën e LDK-s, hartën e LDK-s dhe tash prej Llapin, Prishtinë, në Karadak, në Gollak, deri në Ferizaj, LDK-ja u vësh dhe kjo është hartë jashtëzakonisht e pëlqyeshme edhe e mbështetur prej LDK-s. Për mos me lodh më shumë derisa komisioni kandidues e kryen fjalën edhe një herë unë e los kryetarin e LDK-s ta merr fjalën për këtë pjesë seancës punimeve. Unë kësaj radha s'kam asgjë tjetër për pas të uroj sukses shumë kryetarit të zgjedhur. Të uroj juve sukses në punën më të tjeshme. Të tregoj pashtu kënaqësinë time dhe gëzimin tim që ju të fjazire pra po zgjat dhe kryetarit nuk kemi dyshuar se nuk zgjidhet, por megjithatë është një proces demokratik, cilin ne duhet ta zhvillojmë. Prandaj urime shumë, suksese dhe uroj që në bashkëpunimin më të tjeshëm bashkarisht të arrijmë rezultate që ne të syllojmë.